nuk beson Allahun Azza wa Jall, ama ban vepra të mira. Ai kryen punë që to veprat e mira që i ka bë, ama nuk ka besu në Allahun Azza wa Jall. Njëri prej shokëve të Rasulit alayhi salam pas islamit tina e ka vetë Rasulin alayhi salam me këtë pyetje. I ka thonë: ja Rasulullah, në kum bë mirë, ju kum ndihmu njerëzve para islamit. E tash a më llogaritun ato vepra? I ka thonë Muhamedi alayhi salam, ka thonë: i e bë musliman për shkak të punëve tua të mira. Do me thanë, në qofë se dikush që shtë në popull e ka zemrën e mirë, ju një man njerëzve, është i drejt, nuk ranë, këto nuk është që të shkruhun edhe të banë veprat mira ditën e gjykimit, mirë po këto dhe binë në islam, në atë kuptimin të tregojnë udhën për me hynë në islam. E kur të hynë në islam e thu fjallën la ilaha illallah, veç e ki qelsin e gjenetit. Do me thanë, këto nuk është që të shkruhun, mirë po të kanë të regu udhën të qelsi i gjenetit, të fjallë la ilaha illallah.